Kryetar, po flasim pak për kapacitetet e gjykatës themelore në Pejë. Cilat janë kapacitetet e kësaj gjykate, pra sa gjyqtar ka, sa staf ka, dhe po ashtu a ka mungesa edhe nëse po, ku janë ato, edhe si janë realizu kërkesat, edhe a ka mbështetje nga ana e Këshillit Gjyqësor që ato të adresohen. Po, sa i përket kapaciteteve institucionale, unë shpesh përmendi se menaxhmenti i kalum ka qenë i sfiduar në këtë pjesë, po unë kam pas fatin kur jem ardhur, jemi plotësuar edhe me pozitat menaxheriale që kanë qenë domethënë udhëhecit e zyreve, administratorin dhe punëtorët e tjerë, domethënë të administratës të cilat kanë qenë të lirë. Në një farë forme jemi të kompletuar domethënë pjesën e stafit administrativ, ku në pjesën e administratës dikon llogaritet që kemi 160 punëtorë, ndërsa me rekomandimet e fundit të Këshillit Gjyqësor janë caktuar realisht 7 gjyqtarë, 3 në Seli, 2 në degën e Klinës, 1 në degën e Istogut dhe 1 në degën e Deçanit. Dhe me ardhin e tyre, unë besoj që kemi rrit shkallën e efikasitetit dhe do t'i arrijmë t'i trajtojmë lëndët brenda afateve të përcaktuar nga ligjvendësi. Numri total i gjyqtarëve me Seli dhe Deg jemi 36 gjyqtarë. Domethënë 23 janë në Seli, 4 i ka Dega e Istogut, 5 Dega e Klinës dhe 4 gjyqtarë i ka Dega e Deçanit. Në mbledhjen e fundit të Këshillit është aprovuar një kërkesë një gjyqtares që ka qenë një stog atje, kështu që na mbetet një vend i lirë domethënë për gjyqtar në konkurse të radhës që mund të zhvillohen nga Këshilli Gjyqësor, që të plotësohet edhe ajo pozitë. Përndryshe, për momentin qëndroj mirë, përjashtimisht rasteve kur tani stafi pensionohet edhe zhvillohen procedurat dhe plotësohet ai vend i lirë që është. Në aspektin e kapaciteteve institucionale mund të them që qëndrojmë mirë momentalisht, po çka paraqitet nevoja emergjente e ndërtimit të objektit të ri, nga se ky objekt ku tani është gjykata themelore në Pejë është ndërtuar në vitet 1960. Pra do me thënë që kanë kaluar më shumë si 60 vite, dhe tash nevojat e rrethanat e kohës determinojnë nevojën që me pas një objekt më të mirë, me ofru kushte më të mirë gjyqtarëve, administratës dhe gjithë pjesëmarrësve të tjerë që kanë frekuentim nëpër gjykata. Edhe në këtë drejtim Këshilli ka ndërmarrë disa veprime, unë po besoj që me ardhin e kryesuesit të ri përkatësisht me përbërjen e re të Këshillit Gjyqësor, do të përcjellet kjo rrugë e filluar për ndërtimin e objektit të ri, edhe pse komuna e Pejës këtu na ka ndarë pronën për ndërtimin e objektit, dhe në një shpejtësi të jashtëzakonshme ka dhënë gjithë ato pëlqime që kërkuan në raport me këtë institucion, për çka shfrytëzojmë rastin me falënderu për gatishmërinë për mbështetje, se të marr parasysh që na si objekt jemi pushtete të ndara, po funksionojmë territorin e kësaj komune, po dhe komuna ka pas gatishmërinë edhe na ka ofruar mbështetjen brenda atyre mundësive dhe kapaciteteve që mundet më na u përgjigj.